Ajo që kemi parë në dhjetor të vitit 2025 është që kur zgjedhjet janë mbajtur në dhjetor, në fund të dhjetorit, në kohën kur një numër i madh i mërkimtarëve, po, me 28 dhjetor, kur në Kosovë janë një numër i madh i mërkimtarëve, atëherë vendos që ka marrë një numër shumë të madh të votave, rrjedhimisht edhe ulëseve në kuvendin e Kosovës. 57, në mos gaboj. 57, po. E njëjta sigurisht do tentohet edhe këtë herë që të shtyhen zgjedhjet të mbahen dikur në fund të dhjetorit kur diaspora mërgata është në Kosovë, duke llogaritur që votën e humbur brenda në Kosovë ta zëvendësoj me votën nga mërgata. Mërgata ende është në mas të madhe, duket spaku, përkrahase e politikave populiste të kryeministrit Kurti, edhe tenton që me këtë ta kompenzoj, pra çfarë do hupje të votës brenda në Kosovë, e cila është duke ndodhur.